Për mua Silvinho, po flasim për aktual për trajnerë kombëtarës tonë, Silvinho ka bërë mirë në këto eliminatore, realisht. Në këto? Në këto eliminatore. Dhe shpresoj që të vazhdoj të bëj deri në fund. E di pse që kam pasur Albano ndërsa zhvilloi një nga ndeshjet e kombëtares, se nuk jam shumë e mirë me memorie, po ndoshta Albano më kujton. Dhe Albano bëri një batut për Silvinho, tha, çfarë the, është trajneri më i paftë që ka pas kombëtare. Trajneri më i paftë që ka pasur. Dhe bëm gjitha diskutim, gati 1 orë ca 2 orë diskutim dhe në mëngjes u zgjua dhe gjitha portalet kishin këtë shpërthen Albano Bogdo, Silvinho i paftë. Dhe prandaj mori frymëthe ndërsa po flis. I lejohet dhe gjithë drejt në Zotit që mund të thotë çfarë dohet, se nuk i përket se e fushën. Ndërsa unë kam këtë profesion, kam një etik tjetër, duhet të flas ndryshe. Por derisa bën rezultat, nuk mund të thuash asgjë. Si mund të bësh gol në sekondën 13 dhe pastaj të thuash gjithë futunin në port dhe të shpresojmë mos na bëj Italia gol për 5 minuta. Të riqem direkt këtë drejt, vazhdo. Jo, pse po më trajton sigurisht që futem në diskutim. Më ka rënë me dres bastoket e zisha flasur. Ti bëri një gol kundër mbaj lojën në mes të fushës, ignorant që more Lionin nga vendi 2 dhe hodhe nga kategoria dhe more Flamengo nga vendi 4 e ka tandise pa qafure, këtë ka bërë Silvinho në karrierë. Bën një gol pa dashje me Italinë sekondën 13, të zgjemi që nuk rrim dhe do të pauzën. Dhe i thua mbyllunin në port, shpresojmë Zotit mos ta ham gol. Nuk është me Zot kjo. Mbaj lojën mes fushë, sulmo prap, përpiqu,